Ka nisur në Korçë projekti Artizanët, një iniciativë e re e Këshillit të Qarkut, në bashkëpunim me Shkollën Profesionale Teknike, që ka si qëllim orientimin e ershëm të nxënësve drejt arsimit profesional. Ky projekt përfshin nxënës të shkollave nëntëvjeçare, të cilëve u jepet mundësia të njihen nga afër me profesione të ndryshme dhe të zhvillojnë aftësi praktike përmes punës konkrete. Gjatë zbatimit të projektit, nxënësit do të angazhohen në punë në grup, të udhëhequr nga mësues dhe specialistë të fushave përkatëse, ku do të krijojnë produkte dhe projekte në drejtime si elektrik, shërbime mjetesh transporti, ndërtim termohidraulik, mekanik dhe teknologji informimi. Aktiviteti Artizanët përfshin 14 shkolla të 2 zëvave të Korçës dhe të Maliqit, konsiston në bërjen e projekteve nga nxënësit e klasave të 8 dhe të 9 të shkollave të këtyre 14 shkollave, të cilët do të konkurrojnë midis tyre për fusha që lidhen me shkollën e mesme profesionale teknike. Pra, ne në një farë mënyre duke evidentuar të themi talentet e çdo shkolle, të synon ky aktivitet që ne të evidentojmë dhe të promovojmë ata nxënës të themi që kanë prioritet fusha të formimit profesional. Do ketë 2 faza. Faza e parë që do përkojë me datën 8 prill, do të sillim projekti det dhe do të konkurrojnë ndërmjet tyre dhe projekti det më të mirat, pastaj do të financohen dhe do të nëpërmjet Këshillit të Qarkut për të zbatuar dhe pastaj finalja do të jetë në muajin maj. Kjo përvojë synon jo vetëm zhvillimin e aftësive praktike, por dhe nxitjen e bashkëpunimit, kreativitetit dhe mendimit inovativ tek të rinjt. Projekti Artizanët konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të arsimit profesional dhe lidhjes më të ngushtë të tij me kërkesat reale të tregut të punës.